Par disa ditësh, Bashkia Kamës në mënyrë të pa logjikshme, pa argumentuar dhe në mënyrë pa pas një paralajmërim vendosi rritjen e çmimit biletës prej 25%. Nga 400 lekë është bërë 500 lekë. Kjo rritje çmimit ka prekur sigurisht gjithë banorët e Kamës dhe zona përreth, por ka prekur kryesisht stresat më nevojë të shoqërisë, siç janë pensionistët, studentët, gratë dhe shtresat tjera, le të themi, që kanë të ardhura të ulta. Ne jemi mbledhur këtu pikërisht për të kundërshtuar këtë rritje të paarsytueshme dhe pa paralajmëruar të çmimit biletës. Kemi përgatitur një peticion dhe po mbledhim firma këtu në Kamës dhe në zonat përreth për të kërkuar dy gjëra. Së pari, anulimin e vendimit që Bashkia Kamës dhe kompania e autobusëve të linjës Kamës-Tiranë ka bërë, dhe e dyta për të kërkuar, le të themi, abone falas për dy kategoritë më në nevojë të shoqërisë, siç janë pensionistët dhe studentët.